Të nderuar miq, takojmë me të pashojsh në një tjetër hapësirë me një tjetër të ftuar në studio, por mbetemi tek aktualiteti politik. Me mua sonte Endrit Bremllari, kandidati PS-s për Tiranën, lista e hapur. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Falenderoj ftesën. Tani, unë dua ta nisim nga zanafilla e largimit tënd nga Partia e Lirisë, ish LSI-a, përplasjet, shkaku që të çoj drejt Partisë Socialiste, se tani ata vetë të përzun, po themi kështu, edhe pastaj kur ti u bashkove me PS-n, tu turën duke të sulmuar, që pse ike. Tani edhe nuk të donin, edhe pse ike. Do ma nisësh nga fillimi historin? Për mua tani më ajo është një histori e shkuar. Dhe është bërë e qartë publike disa herë arsyet. Fakti që ne kemi hyrë në një fushat elektorale, unë jam totalisht i fokusuar tek fushata, tek procesi zgjedhor i 11 maj, tek angazhimi im në Tiranë në mbështetje të Partisë Socialiste, por të dhënë kontributin tim në fitoren e ekipit të Partisë Socialiste të qarkut Tiranë, por për t'i bërë thirrje dhe gjithë miqve të mi, shokëve të mi, kolegëve anë mban vendit për mbështetur programin e Partisë Socialiste, që qartazi ka të bëjë me një program europian për vendin. Pra, me qëllim që Shqipëria të ketë një antarësim në Bashkimin Evropian dhe çdo qytetar nesër të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Fakti që janë fokusuar totalisht tek e ardhmja. Jo, dakor, kjo është një pjesë tjetër, po deri para pak ditësh ti vazhdoje të sulmohesh në publik. Ma bëjnë shpesh këtë pyetje dhe kolegët e mi mbi sulmet që bëhen publik. Jo, nga ata që të bëjnë nga eksponent Partisë së Lirisë kanë fjalën. Po. Ndaj teje. Në këto momente nga këto po sulmohem. Po pra, jo, këtyre i referohem unë, se për këtë po flasim, për këtë përplasje. Shpesh kolegë më bëjnë këtë pyetje, unë jam shumë i qetë, sepse po të pyes hapur, pse ike nga Partia e Lirisë? Sepse nuk kanë lidhje. Kishe një kontribut shumë të gjatë. Sepse nuk kanë lidhje me atë çka unë përfaqësoj. Ti jam shumë i sinqert, unë kam kaluar 19 vite të mira aty. Pra, kam shumë kolegë. Po ke qenë shumë afër me Metën, me Kryemadhin. Mbi cilët unë gëzoj respekt për shumë vite që kam kaluar me një tjetrin. Dhe tani jam totalisht i fokusuar tek e ardhmja. Për sa i përket kësaj çështje, nuk është pyetje që duhet ma drejtoni mua, apo duhet të drejtoni. Jo, pse ike ti personalisht, zgjedhja jote ishte? Unë kam bërë qartë. Flas për pjesën tënde. Unë kam bërë qartë. Mos gaboj në 16 prill të vitit që shkoi, jam dorëhequr nga struktura drejtuese të partisë, pikërisht për mos funksionimin e disa disa gjërave të brendshme organizative, të cilat unë nuk e shikoja si të arsyeshme në atë moment. Pastaj unë si për çështje parimore? Pastaj më pas u ndërmorën disa hapa ku unë u përjashtova edhe nga strukturat e tjera po çfarë bëre ti që të përjashtuan, po themi? Po nuk e di pra. Po ta di ta thoja. S'ke bërë asgjë sipas te. Unë kam qenë i qartë në rrugën time. Ajo çka unë tani më jam totalisht i fokusuar ka të bëjë me të ardhmen time. A ishe ti kurbani përplasjes fort me Meta Kryemadhi? Viktim e kësaj përplasje? Nuk e kam parë shumë lajme. Jo, logjika kam parë shumë lajme të tilla, po nuk kam lidhje me këtë çështje dhe nuk kam asnjë lidhje me këtë. Unë kam bërë detyrën time. Aty kam qenë i pari në front. Kam bërë detyrën në maksimum, të gjithë janë të qartë dhe vetë dishëm mbi rolin tim, por ku nuk kam qenë pjesë. Po ti bëje pjesë te ekipi i Kryemadhit apo i Metës? Apo unë kam zgjedhur të bëj pjesë tek një ekip i cili kërkon që Shqipërinë ta ndërtojë Bashkimin Evropian. Po mirë, do vim edhe aty, unë po them në atë kohë ku bëje pjesë. Unë mendoj që kjo është më e rëndësishme. Endrit Bremllari në çdo funksion që ka pas parimin kryesor për të ndihmuar ekipin, jo individët. Unë kudo që organizohem, punojmë funksion të ekipit dhe jo në funksion të individit. Po shikoni edhe fushatën time për zgjedhjen 11 majit, e kam fokusuar totalisht tek ndihma ime që mund t'jap ekipit për të arritur një fitore. Po ai ekipi nuk të përzuri, po themi. Tani ti në momentin që u largova nga aty nuk pata asnjë tentativë për ta rimenduar këtë hap ndonjëherë nga eksponent rëndësishëm të Partisë së Lirisë apo jo? Nga momenti që u largova. Unë i përkas qendrës së majt. Kam qenë qartë në rrugtimin tim, në momentin që ka ndodhur kjo situatë dhe kam parë që kam qenë i padëshirueshëm në atë ambient, unë qartazi kam
kam parë një opsion tjetër që në atë moment vinin dhe sinjale nga Partia Socialiste, sinjale publike flas, për një gjenerat të re që do përfshiheshin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Po mirë, gjenerat e re ishte dhe tek Partia e Lirisë ju. Po pikërisht në funksion të kësajt unë kam dhënë kontributin tim prej vitesh, unë pikërisht kjo është arsye pse unë zgjodha Partinë Socialiste për t'u bashkuar platformës europiane dhe gjeneratës së re. Qarta që unë kam qenë i vendosur në këtë rrugë, do vazhdoj të ndjek këtë rrugë. Tani e shkura i përket të shkurës, unë nuk dua të flas për të shkurën. S'ke asnjë marrëdhënie me Metën Kryemadhin, asnjë kontakt, asnjë marrëdhënie më. Nuk kam asnjë marrëdhënie me ish kolegët e mi. Po pse të gjithë pas kanë qenë fajtor? Se gjithë on blok. Un kam shumë miq në Tiranë dhe janë mbamendë që i kam miq. Dhe me ato mbaj kontakte. Po pra nga eksponent me strukturat drejtuese nuk kam kontakt. Për më shumë se një viti. E kuptoj. Nga Partia Socialiste more ftesë apo shpreh vet gatishmërinë, dëshirën për të bashkuar? Kam qenë një moment reflektimi gjatë përplasjeve që kam pas të mia të brendshme në forcën që aderoja dhe kam qenë duke vëzhguar me një sy tjetër situatën politike në vend. Kam qenë duke parë hapësirat e mia ku mund të jap kontribut, sigurisht unë jam i qendrës së majt dhe hapësirat ishin brenda së majtës. Doja të japa një kontribut tim tek Partia Socialiste, sigurisht në atë kohë e thashë pak më parë vinin sinjale për një gjenerat të re të Partisë Socialiste, pra për një ekip të ri parlamentar, për përfshirjen e të rive në politikë dhe për një platformë të qartë për të vazhduar procesin integrues të vendit me qëllim që shqiptarët nesër të kenë pasaportën e Bashkimit Evropian. Pikërisht në funksion të kësaj gjeneratës së re, në funksion të një ekipi të ri, vendosa të bëj një komunikim publik për të shprehur dëshirën time për të angazhuar në Partinë Socialiste. Ka qenë kërkesa ime për të angazhuar në Partinë Socialiste. Të vjen keq për gjendjen në të cilën ndodhet sot Partia e Lirisë apo nuk ka asgjë për të ardhur keq, në sensin si e sheti këtë forcë politike tashmë? S'kam koment për këtë forcë politike. Po ke kontribuar gjatë aty, kështu që ditë bësh një vlerësim në zgjendje politike është aktualisht. S'kam koment për këtë forcë. Flasim në kuptimin politik. S'kam koment për këtë forcë politike. Në zgjedhjet e ardhshme të 11 maj do ketë dy kampe, mendoj unë, që do përballen me njëra tjetrën, që është Partia Demokratike, pra një forcë e djathtë, me Partinë Socialiste që është një forcë e majt. Qartazi mënyra se si janë konceptuar listat tani më për listat për deputet tregojnë që Partia Demokratike me listën që ka konceptuar një listë për të mbrojtur, po them, rolin e saj në opozitë, jo për të sjellë një rotacion politik në vend. Kurse Partia Socialiste ka guxuar, ka përfshirë shumë të rinj në listat e saj të mbyllur dhe ka shumë personazhe të fortë brenda partisë në listat e hapur që po japin kontribut të jashtëzakonshëm për të çuar përpara rezultatin e kësaj forcave politike. Pra unë kështu shikoj vazhdimsinë politike në vend midis dy kampeve, nuk shoh më në një... Po për gjendjen në cilën ndodhet në raport me drejtësinë, çifti apo ish çifti me ta Kryemadhit të vjen keq apo as për këtë s'ke asnjë lloj impresion? Nuk kam koment për këtë gjë. Unë kam qenë i qartë marrëdhëniet e mia me... Ai që ke bashkëpunuar për gjatë në aspektin njerëzor, se di tani. Unë kam qenë i qartë marrëdhëniet e mia me drejtësinë. Unë kam thënë dhe më parë dhe vazhdoj të mbaj përsëri një qendrim që brenda strukturës së posaçme, pra SPAK-ut ka prokurorë të ndershëm që duhet luftojnë krimin dhe korrupsionin. Për sa i përket çështjes drejtësisë, çështja që takon pasaj drejtësisë, nuk takon mua të shpreh mbi këtë çështje. Po ti je thirrur për çfarë je thirrur? Në raport me këtë çështje apo jo? Jo, me personat fjalë nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje me personat fjalë. Jo, garantoj përgjegjësi maksimale. Okay. Po pse Tedi Blushi në reagimet e tij të fundit vazhdon të cilësoj si tradhtar? Jo vetëm Tedi Blushi, po nga Partia e Lirisë. Ke tradhtuar ti? Pse quhesh tradhtar apo tradhtar quhesh sepse u bashkove me Edi Ramën? Un kam një parim në politikë që unë mendoj që një politikan angazhim më të madh ka në marrëdhënie me publikun. Pra duhet të jetë transparent përballë publikut. Pra, një vendimarrje që ai vendos ta marrë duhet ta bëj publike. Cili do të qoftë kjo vendimarrje? Dhe unë vendimarrjet e mia kam bërë publike, komo par. Pa qenë pjesë e fushatës. Pra duke qenë si kanë bërë publike, kanë qenë të qarta aksionit dhe vazhdimësia ime politike. Unë nuk hyj tek ato persona që luajnë me dy porta. Që si ja ta shpjegoj. Për shkakun që në këtë bëj sikur mbështes këtë forcë politike, në krah tjetër bashkëpunoj me se kush pun ashtu. Jo, po ta them që profili im nuk është i tillë. Unë jam shumë i qartë.
Unë kam të qartë me opinionin publik. Momentin që unë kam mbyllur një marrëdhënie, dal publik them kjo marrëdhënie është mbyllur për 1-2-3 arsye dhe unë po shikoj një rrugë tjetër politike. Dhe mendoj që kjo është drejta ime të bëj zgjedhje. Dhe unë mendoj që tradhtarët tradhojnë në front, pra kur ke betejë, nuk ka tradhtar kur s'ka betejë. Kur ke betejë, po kush largohet nga beteja është tradhtar, unë s'jam larguar nga beteja. Po, të bashkohesh me Partinë Socialiste me Edi Ramën, ndërkohë që ata kanë qenë shënjestra koherente e sulmeve, akuzave, denoncimeve të partisë ku ti ke bërë pjesë, por edhe ti personalisht, domethënë nga një regjim që duhej rrëzuar, tani më ti bashkohesh. E para ju thashë pak më parë që në zgjedhjet e 11 maj do kemi 2 kampe, Partinë Demokratike me listën e saj, pra kampin e djathtë, dhe Partinë Socialiste që përfaqëson të majtën. Unë kam zgjedhur Partinë Socialiste pikërisht për shkak të mesazheve publike që kanë ardhur nga kryeministri i vendit, po dhe nga përfaqësuesit e kësaj partie për një gjenerat të re, për një rigjenerim të strukturave të kësaj partie, për hapjen e kësaj partie, për përfshirjen e të rive në listat që të jenë në parlamentin e Shqipërisë. Po këto i kishin Partinë e Lirisë. Për një u riformatua, ndroi emrin, në të gjitha forumet e saj shumica vetëm të rinj. Për një parti e cila në fokusin kryesor ka pasaportën e Bashkimit Evropian, pra antarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe me një afat shumë të shpejtë, pra ndaj dhe kërkon një vot masive në 11 maj. Pra midis 2 kampeve unë kam zgjedhur pikërisht këtë kam, sepse aty më dha mundësia dhe hapësira për të përfshirë. Një person i cili merret me politikë dhe është aktiv në politikë ka dy momente. Momenti i parë është aftësitë e tij për të qenë aktiv, pra për të qenë prezant kudo në komunikim me qytetarët, në media, për të shprehur mendimet e tij, opinionet, për të mbrojtur mesazhin, për të dhënë mesazhin politik, por nga ana tjetër, përveç saj duhet dhënë dhe mundësia dhe hapësira që ti të përfshihesh në këtë ekip dhe Partia Socialiste më dha mua këtë mundësi. Tani është detyra ime që me angazhimin tim të kthej këtë vlerësim që ato bën në zgjedhjen e 11 majit. E kishe menduar ndonjëherë që do të bashkohesh me Partinë Socialiste, do të braktisje LSI-n, ish LSI-n? Kisha menduar që do jetë një maj të bashkuar. Kisha menduar që do vi koha që në vend do ketë një të maj të bashkuar për të mbrojtur interesat e majta. Sigurisht nuk e kisha parashikuar këtë periudhë. Ndodhi shumë shpejt, po e dija që një ditë e majta do jetë, pra çdo faktor politik në vend që është i maj do ishte drejt bashkimit me Partinë Socialiste, sepse është partia më e madhe në vend, të rreqme shumë dhe është forca e cila realisht ka gjetë forcën e saj të brendshme për të rigjeneruar. Dhe kjo është më e rëndësishme për të mbetur e re. Kjo është shumë e rëndësishme në politikë. Ti mund të kesh shumë të rinj politik, por nëse mesazhet e tua janë mesazhe të vjetrës, ti nuk jep shpresë. Partia Socialiste po jep mesazhin e të res, mesazhin e bashkimit e antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Kërkon një vot për 8 maj dhe 10 djathës për pasaportën e Bashkimit Evropian. Dhe besoj që kjo është e gjitha. Kauzat e integrimit keni pasur në partinë tuaj. Patjetër dhe kjo më ka bërë mua që ta aderoj për një kohë shumë gjatë. Por mbaruan ato kauza, Unë tani më kam zgjedhur këtë rrugë. Historia do t'rregojë, do jetë rrugë e suksesshme ose jo. Këtë do e vendosin qytetarët. A ka edhe nga kolegët e tu që kanë qenë më parë në Partinë e Lirisë, në LSI, që janë bashkuar me Partinë Socialiste? Që jo në rreshtin e parë, për të dhënë kontribut për 11 majin. Ka shumë nga kolegët e mi, cilët janë pjesë e Partisë Socialiste në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, që janë bashkuar dhe në të shkuarën, pra, në vazhdimsi. Jo, unë flas tani nuk unë jam fokusuar te fushatën në Tiranë dhe po bëj një fushatë në mbështetje të ekipit të Partisë Socialiste të Tiranës me qëllim që të jap kontributin tim në fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë për të realizuar pritshmëritë që ka ekipi dhe janë fokusuar totalisht në këtë histori. Ke përballë Ilir Metën në Tiranë, po në listë hapur. Se mendon që votat për shembull nuk do shkojnë për të, por do vinë tek Partia Socialiste dhe tek ty personalisht. E thashë pak më parë, oferta e Partisë Socialiste në këto momente është oferta e Bashkimit Evropian. Është oferta e një mundësie që i jepet çdo të riu për të përfshirë në politikë. Pra, fakti që Partia Socialiste dhe kryeministri i vendit kërkon një mbështetje masive për një antarësim plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, mendoj që është
ofertë serioze e cila kërkon mbështetjen e çdo qytetarëve dhe energji duhet fokusuar të tëra në këtë drejtim. Tek Partia Socialiste, nga momenti që ke aderuar aty, çfarë të kanë thënë? Nuk besoj se kam pas kohë të merrem me çam ka thënë se ka filluar direkt fushata, merr me fushatën. Nuk bëni takime ju, Jo, bëjmë takimen. Unë kam shumë kolegë aty, që kam pas zënë të shkuar, se ne kemi bashkëpunuar më parë me Partinë Socialiste. Kështu që unë nuk shikoj se ka ndonjë, domethënë, vështirësi time për të bërë pjesë e atij ekipi. Unë kam marrë detyra, po zbatoj detyra dhe jam në funksion të ekipit të Tiranës. Ti je politikan dhe pavarësisht se je i ri, ke shumë vite kontribut që je në skenën politike. Kështu që besoj se përgjigje konkrete hera-herës edhe duhet t'japësh, jo me devianca diplomatike se nuk i rinpërshtat një politikani pastaj. Dua një mendim tëndin në cilën gjendje ndodhet sot politikisht, elektoralisht Partia e Lirisë. Pra nuk po hym në pravaskena, në histori konkrete. E thash pak më parë, kjo është shumë serioze, që dy kampe kanë këto zgjedhje. Partia Demokratike me listën e vet që përfaqësojnë të djathtën dhe Partinë Demokratike është Partia e Lirisë dhe Partia Socialiste, e cila përfaqëson një platformë europiane dhe mbështet gjëra jote nuk kupton mendimin tënd të pathën konkret që Partia e Lirisë nuk ekziston. Janë dy kampe, nuk. Po pra, janë dy kampe, kjo tjetra nuk ekziston. Nuk e marr në analizë atë, po nuk kam kohë që të angazhohem atë, nuk di çfarë të them, nuk e di si po organizohen, kam kohë. Po mirë, në gjykimin tënd publik, ke një perceptim, a është kurrur, është zvogluar, nuk është siç ishte? Si është, qoftë dhe si kundërshtar, se ti duhet ta shohësh dhe si kundërshtar tani. A jeni kundërshtar në zgjedhje në 11 maj? Nuk besoj se kam kundërshtar. Kam kundërshtar. Si nuk i ke kundërshtar? Tashmë i ke kundërshtar dhe jure po. Kam kundërshtar kohën, momentin dhe çdo minutë që të punojnë në funksion të Partisë Socialiste në Tiranë për dhënë kontributin tim në fitoren e PS-s në Tiranë, por mbi gjitha dhe për të PL-n e gjithë të tjerës. Nuk shoh kundërshtar në krahun tjetër. Shikoj vetëm përmirësimin e vetvetes dhe dhënien e kontributit dhe dhënien e kontributit tim te ky ekip ku un po aderoj. Pra, e thashë pak më parë, me çdo një mundësi nga Partia Socialiste dhe jam shumë i fokusuar, shumë i përqendruar, shumë aktiv për ta vlerësuar në maksimum këtë mundësi. Je bërë pishman që u largove nga Partia e Lirisë? Të vjen keq për shumë vitet e kontributit që shkuan dëm apo nuk e sheh në këtë formë? Kam shumë vite që i kam kaluar shumë mirë me shumë ish kolegë dhe ndjej kënaqësi shumë të madhe sepse jam shumë vite. Kam fituar një eksperiencë në vite, kam dhënë kontributin tim, nuk kam asnjë merak për vitet e mia. E vetmja gjë që kam kaluar, e vetmja gjë që dua të fokusohem tani është tek e ardhmja. Nuk më shqetëson asgjë mbi të shkuarën time. Destinacioni yt final është Partia Socialiste? Unë tani apo je i ri dhe s'mund ta thuash këtë? Unë jam pjesë e një ekipi të Partisë Socialiste në Tiranë, do vazhdoj të jap kontributin tim. Sigurisht kam hyr vonë, po themi fushat, sepse kolegët e tjerë kanë kohë që punojnë, dhe po mundohem të kap ritmin e fushatës, do jap kontribut me 11 maj, do vazhdoj pas edhe pas 11 maj të jap kontribut për Partinë Socialiste. Po mirë, kur hyre në Partinë Socialiste, besoj ke bërë një pakt, një marrëveshje, se nuk hyre kështu. Nuk kam bërë si marrëveshje dhe këtë e ka thënë dhe kryeministri publikisht në podcastin e tij. Të vetëm gjë që kam kërkuar është që nuk dua që të më paragjykojnë mbi shkuarën time. Dua që të jem pjesë, të vazhdoj gradualisht punoj. Unë jam i vetëdijshëm që ajo parti është një parti shumë e madhe. Po mirë, nuk kërkove asgjë si vullnetar hyre ti? Kjo është shumë e sinqert, po, si vullnetar. Edhe pastaj u ndje në ndërgjegje që ta shpjegoj. Keq kryeministri edhe të dha një vend në listë hapur, të shpërbleu. Nuk po them që u ndje në ndërgjegje kryeministri, unë kam 19 vite që jap kontribut në politikën. Po mirë, ti ja ke bërë me di ambicien tënde që do dohet të ishe pjesë në listë. Se të hysh dhe kaq vullnetarisht pastaj pa një lloj kalkulimi që dhe më modest, pastaj si e politikan. Po se vullnetar ti ke aq kontribut sa e ke kaluar me kohë stadin e vullnetarizmit, besoj unë. Unë politikën e kam pasion. Dhe aty më kriju mundësia për të ushtruar pasionin tim. Dhe kjo është shumë e sinqertë, shumë e vërtetë. Pastaj po t'ishte çështë një marrëveshje, do kisha mund të isha një detyrë tjetër, po themi. Apo jo. Marrëveshje për listat e kanë fjalën unë, jo. Unë jam futur në listë për dhënë kontributin tim për fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë. Ju ja thashë pak më parë që unë nuk pretendoj që në atë ekip i cili ka shumë vite që organizohet, që ka kolegë që punojnë ndër vite, të hyj direkt dhe të kapë ritmin
që kolegët kanë vite që japin kontribut. Unë do filloj gradualisht të jap kontributin tim dhe në bazën e kontributit tim besoj do të vlerësohet dhe meritokracia. Pra unë kam të qartë marrëdhënien time me politikën. Unë për këtë meritokraci kam luftuar aty ku isha. Kush më njeh di shumë mirë se sa aktiv kam qenë, sa kontribues. Po s'bën sens kjo, se nëse ata që kanë dhënë meritokraci dhe kanë operuar mbi qasjen e meritokracisë për 2 dekada, papritur tani në fund u bën ndryshe, se kjo nuk shkon. Unë nuk po them që ka logjik. Jo, bën logjik shumë të pastër. Unë po them që unë vlerësoj meritokracinë dhe jam këtu mbi bazën e meritokracisë. Pra unë nuk mund të pretendoj të marr diçka nga Partia Socialiste pa dhënë kontributin tim. Po them diçka, them pozicion politike, si mund të jenë strukturat me radhë. Unë do jap kontributin tim, i cili kërkon kohë, kërkon vite, etj. Me radhë. Jam i qartë për këtë histori, është një parti e madhe, është organizuar, është një parti që ka disiplinë, është një makineri elektorale. E thashë pak më parë, unë ndjehemi vlerësuar që më ka përfshirë në ekipin e tyre të Tiranës. Dikur edhe LSI-ja ka qenë makineri elektorale. S'mund ta mohoj që LSI-ja ka qenë makineri elektorale. Dhe ju sjell në vëmendje 2013 kur ishim koalicion me Partinë Socialiste, ishte një fitore historike apo jo? Po kishit paragjykime për këtë lloj makinerie. Kishte paragjykime aso kohë për llojin e makinerisë elektorale. Kur një makineri e madhe elektorale, si Partia Socialiste, dhe një makineri tjetër u bën bashkë, treguan që në 2013 morën shumë vota, 1 milion, nuk e di se shkoi rezultati, por shumë pozitiv. Ti do doje tani që Partia e Lirisë bashkohej me Partinë Socialiste për shembull? Dhe mos ishte bashkuar me Partinë Demokratike? Unë zgjohet bashkohem si e ndrit me Partinë Socialiste. Unë përcaktoj fatin e vetes time. Pse mendon ti se do thyesh Hersin në listë hapur në Tiranë? Kush tha ti që do thyej Hersin? Mirë, po tani ambicia, unë këtë ambicie kuptoj. Nëse ke hyrë për faleminderit i kënaqur me pjesëmarrjen, është gjë tjetër pastaj. E thashë pak më parë, kam hyrë për të dhënë një kontribut në fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë. Sigurisht çdo person që ngar hyn për të fituar. Je i ri, ke ambicie, ke bërë një lëvizje të fortë nga një forcë në një tjetër, ta tregosh edhe pak veten, nëse ke hyrë për i kënaqur me pjesëmarrjen, pastaj s'po ta bëj pyetjen e tërheq. Jo, ka 2 gjëra që ti kam bërë qartë në fillim. Kur kemi bisedojmë bashkë, të thash që në fillim që unë ndjehemi vlerësuar që më bën pjesë të ekipit dhe tani është detyrë ime të punoj për këtë ekip. Po mirësi ke pritshmëritë për rezultatin tënd personal pra. Po s'bus pyetje. Unë kam këtë pritshmëri që do jap kontributin tim maksimal në realizimin e pritshmërive që Partia Socialiste ka në Tiranë. Nëse realizohen ato pritshmëri, unë kam dhënë kontributin tim, pavarësisht votave personale që unë mund të marr. Unë mund të thyrsin, marr shumë vota. Unë marr numër të vogël votë, çrëndsi ka. Unë dua që në finale ky kontribut të jetë në shërbim të ekipit. Tani ti je i ri në Partinë Socialiste, po Partia Socialiste nuk është e re në qeverisje. Pse mendon se do t'i japin mandatin e 4 një partie qytetarët shqiptar? Mandati i 4 është pa precedent për sepse ka 2 oferta Partia Socialiste. E para është të përmbylli një herë për gjithmonë procesin e integrimit evropian me qëllim Shqipëria të ketë ndërsim plot. Se mendon ti se e përmbyll vetëm Partia Socialiste? Dhe jo një tjetër? Sepse ka mbi 1000 përfaqësues që po punojnë për procesin integruese, i ka çuar punën përpara, është duke ndjek procedurat, është duke çuar përpara, e ka hapur derën Bashkimit Evropian, pritet vetëm finalizimi. Pra, është në rrugë e sipër. Pra i ka të kaluar pritshmëritë. E kuptoni që të thotë që të vijë një ekip tjetër, të fillojë nga fillimi, të merret përsëri, jo po gjua destabilizuar të merrat, pra kërkon futet në kaos shoqëria. Kështu që është ky ekip, ky ekip e ka nisur rrugën dhe po përfundon. Amnistojmë faturat e majme të 12 viteve, afera, korrupsion, problematika të qeverisje për hir të kësaj kauze. Këtu po thuan. Atë vendosin qytetarët me 11 maj. Unë po them ti personalisht. Unë po them që a ke këtë lloj qasje? Unë kam këtë qasje që duhet një mbështetje maksimale për Partinë Socialiste me qëllim që çdo shqiptar të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse merret pasaporta e Bashkimit Evropian, do ketë më shumë fonde për vendin, do ketë më shumë mundësi për të relativit të vendit, më shumë siguri etj. Me radhë. Pra, bëhemi përfundimisht pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo mendojmë që është sfidë kryesisht nga ana tjetër, për sa i përket brenda situatës politike, ka një guxim
të kryeministit Rama, por edhe të Partisë Socialiste për të sjellë një gjenerat të re në politikën shqiptare. Apo jo, që ka bërë në rreth listave. Pra, çka ka ndorë një kryetar partie dhe struktura e saj drejtuese, kryesia e partisë apo struktura vendimarrëse? Ka ndorë të përcaktojnë persona që do nesër në parlament apo jo. Çfarë themin për parlamentin? Ka nevojë për energji të reja, ka nevojë për shpresë, ka nevojë për të rinj që debatojnë për gjëra, jo për gjëra personale, por për gjëra në interes qytetarëve. Dhe kjo parti po jep një shans qytetarëve për këtë çështje. Nesër në grupin parlamentar do jenë pa frikë 60% do jenë të rinj. Që ndoshta kanë parë të parë që shkojnë ato në marrin një ulcë në parlamentin e Shqipërisë. Shikoni ç'po bën partia tjetër. Po mbyllet brenda listës së mbyllur. Pse se po do të siguroj opozitën, jo rotacionin. Pra kjo është garancia që Partia Socialiste pse duan të sigurojnë thjesht opozitën ata dhe nuk duan rotacionin. Kush nuk e do fitoren? Sepse nëse do jesh një forcë politike do punoj për rotacion. Duhet të hapi bazën e pjesëmarrjes për të marrë sa më shumë vota. Për shembull, ka shumë zëra publik që janë mbështetje të opozitës apo jo. Kto mund të ishin përfshirë nëpër lista. Me qëllim që nesër të kesh një zë në parlament, ti mund dëgjosh një analist shumë të mirë që ka një opinion publik, i cili mbron kauzën e opozitës, mund të përfshihet. Me qëllim ai mund të rreqë një fash vote e cila shkon për te votës që ka partia, më kupton? Dhe kjo tregon dëshirën për rotacion. Ato janë mbyllur aty për treguar që ne duam të mbrojmë rolin e qëndrimit tonë në opozitë, jo të krijojmë rotacion. Ndërsa Partia Socialiste po shkon për tek sajt. Pra ka një vizion të qartë për Bashkimin Evropian, me qëllim që Shqipëria të ketë anëtarësim plot në Bashkimin Evropian, që të marrin pasaportën europiane dhe nga ana tjetër po bën përpjekje maksimale për një gjenerat të re në klasën politike shqiptare dhe në parlament. Këtë ka ndorë një parti të bëjë, nuk ke çaj kërkon tjetër. Po në momentin që Partia Socialiste me 11 maj nuk do të konfirmohet në pushtet në mandatin e saj të katërt, do vazhdoni të qëndronin Partinë Socialiste? Para ky nuk është një opsion, mendoj unë. Pse? Po sepse qartazi konceptimi i listave tregon që Partia Socialiste është fituese. Çështja sa do fitoj. Ta thashë pak më parë. Sa do fitoj sipas teje? Unë nuk jam këtu për të thënë numër, po duhet një mbështetje, kërkojmë një mbështetje maksimale nga qytetarët për të realizuar përçmëritë europiane. Se sa do marrim është çështje e vendos qytetarët. Po e thash, krau tjetër po luan mbyllur për të ruajtur rolin e opozitës. Nuk po luan për rotacion, dhe pse mund të ketë figura të mirë brenda atij ekipi, nuk merrem me emra. Kurse Partia Socialiste ka vizionin europian dhe po sjell një gjenerat të re. Shikoni se si ka luajtur, pra se si janë vendosur në listën e mbyllur, ka shumë të rinë listën e mbyllur. Të cilët do jenë në parlament, sigurt janë në parlament ato. Pra tim ju në parlament nesër shikoni shumë të rinj, të cilët do japin mesazhe të tyre, do mbrojnë interesat e qytetarëve, do kenë një filozofi tjetër të vepruar. Ne të gjithë kërkojmë përfshirjen e të rive në politik. Të gjithë kërkojmë që duhen sa më shumë të ri për sjellë një shpresë për vendin. Kjo është mundësia që t'jap Partia Socialiste në këtë moment. Pra platforma e saj europiane. Po, për diasporën bën fushati? Apo jo? Unë po bëj fushat dhe për diasporën dhe për qytetarët që janë brenda vendit. Jo, se duhet të po sepse unë kam hyrë shumë, thash hyra vonë në fushat. Partia Socialiste ka një ekip që po merret me këtë çështje dhe besoj është shumë e organizuar në këtë drejtim. Tani, një nga kauzat e partisë ku ke qenë ti ishte shpopullimi. Rikthimi i miliona shqiptarëve që janë larguar në qeverisjen e gjatë të Edi Ramës. Dhe edhe ti ke qenë pjesë e kësaj kauze, ke bërtitur fort mbi shpopullimin, ti ke folur shumë. Ndërkohë, këtyre që kanë ikur për këtë qeverisjen sipas asaj që ti denoncoje dikur, sot i kërkon votën që të votojnë pikërisht këtë partinë pushtet. Ka pak vota për inkoherencë. Vota minimum këtu. Vota për kërkohet për rrugtimin evropian. Ato jetojnë në Europë. Ato dinë shumë mirë standardet europiane. Dhe nëse votohet masivisht Partia Socialiste, rruga europiane është e sigurt, pasaporta europiane është sigurt dhe ato do ndjejnë një siguri siç ndjejnë në vende e Europës dhe Shqipëri. Po mendon edhe sot ti që vendi është populluar? E mendon më këtë ti? Unë mendoj që çdo forcë, unë mendoj që një forcë politike duhet gjejë forcën e saj të brendshme për të pasur një rigjenerim, për të pasur një dhe përmirësim situatës saj. Dhe mendoj që Partia Socialiste e ka gjetur këtë forcë dhe besoj platforma e saj europiane, gjenerata e re
është një forcë e cila sjell një rigjenerim të situatës politike në vend. Dhe besoj kjo sot më e rëndësishme për çdo qytetar. Po, në momentin që ke shërtuar mundësinë për të bashkuar me Partinë Socialiste, nuk të ka trembur pak fakti që shumë prej eksponentët e Partisë Socialiste, për shembull sot japin llogari para drejtësisë për shumë afera, domethënë nuk kishe frikë se mos një ditë në këtë parti do haj edhe ti darda pas shpinës, do të ndohesh nga pushteti, nga marrëdhënia me drejtsinë është personale e individit. Kush ka marrëdhënie me drejtsinë do të japë llogari përpara drejtësisë. Domethënë ti si kryeministri mendon. Po ç'është marrëdhënie me drejtsinë kem unë kur unë s'kam asnjë lloj funksioni. Jo ti, po flas për situatën e Partisë Socialiste. Po marrëdhënia është individuale. Ne sot kemi një sistem drejtësie të ngritur në vend. Pra, kemi një strukturë të prokurorisë speciale të ngritur, e cila është e konsoliduar. E thashë pak më parë brenda sa institucioni. Ti ke vlerësim maksimal për SPAK-un, apo? Unë po them që brenda atij institucioni ka prokurorë të ndershëm që duhet luftojnë krimin dhe korrupsionin. Dhe këtë kam thënë që ditën e parë që është krijuar ai institucion. Patjetër që jo çdo individ është perfekt. Por që brenda institucioni ka njerëz të ndershëm që duhet t'ia lëm kohës të ta vërtetoj këtë gjë dhe ta shikojmë deri në fund. Por që secili ka arë momentin që çdo person t'japi llogari përpara drejtësisë, mendoj që kjo nuk është gjë e keqe. Kjo është edhe një gjë pozitive e cila e shërben dhe procesin integruese. A jeni në garë të barabartë për 11 majin? Sa kohë lideri juaj është i lirë, ndërsa dy drejtuesit e opozitës japin llogari para drejtësisë sot? Sigurisht, njëri i lirë, tjetri në qeli. E thashë pak më parë që marrëdhënia me drejtsinë janë marrëdhënie individuale. Që secili e zgjedh vetë rrugën se si të përballet me drejtsinë. Ajo çka sot është më e rëndësishme është që gjithsecili ta shikojë qartësi se kush është ajo forcë politike e cila i flet qytetarëve për një rrugë europiane dhe jep mundësinë e përfshirjes tyre. Po për të rinj, bashkëmoshtarët e tu që vazhdojnë të qëndrojnë sot në Partinë e Lirisë, ke një mesazh elektoral? Unë kam një mesazh për gjithë të rinjtë e mbavendit. Sepse kam një mesazh shumë të gjerë. Dhe mesazhi është shumë i qartë. Unë zgjolla Partinë Socialiste pikërisht për fuqinë që po tregon për një gjenerat të re dhe për një rrugë europiane. Po aty ka edhe nga ata të rinj që për shembull u futën në lista, se të dëgjova deri tani që po e trumbetoi fort këtë pjesë, që u futën në lista për elozhet e famshme që u bën meme përtej memeve për kryeministrin për shembull. Nëse një i ri apo kjo qasje e një triu është e shëndetshme në plot kuptimin e fjalës, atëherë të riqem unë pastaj. Unë mendoj që çdo i ri që është aty ka një aftësi dhe ka një arsye pse është aty. Për sa i përket këtyre çështjeve, besoj edhe vjen një gazetar i vjetër dhe një shumë që çdo person që përballet në parë me median mund të ketë gjëra që nuk shkojnë siç duhet, por e rëndësishme që ka një arsye pse janë aty, kanë dhënë një kontribut në shoqëri. Dhe duhet t'i dhënë shanse dhe mundësia. Dikush duhet t'i japi këtë shans. Nuk mund t'i themi jo çdo të riu që do të bëj këtë punë. Jo, nuk thash ti thuhet jo çdo të riu. Se do të një shans, është një shans i mundësi. Të përzgjidhen po është ajo ta element që e kanë civilizmin në një shkallë. Partia Socialiste nëpërmjet deputetëve që duam ka bërë një përzgjedhje mendoj unë realiste të personave që përfaqësohet. Dhe besoj që ka filtrat e nevojshme për të siguruar gjithë përfshirje dhe pjesëmarrje në bazë të veprimtarisë saj. Po të pyesi i ria, do t'i servilosësh ti për shembull kryeministrit? Për të marrë diçka në këmbim? Çfarë mendimi ke për këtë lloj qasje? Unë mendoj që çdo person duhet të jetë vetvetja. Aty ku është për të vlerësuar dikë duhet vlerësuar, dhe aty ku është për të kritikuar duhet ta kritikosh. Shumë e thjeshtë. Dhe unë besoj që një person i cili do të marrë një mandat të katërt, besoj që ka këtë lloj aftësie për ta kuptuar se kush është më e rëndësishme, është përmirësimi i vetvetes, të mësosh nga rrugtimi jot. Dhe nëse ka diçka që është pozitive, duhet të thënë që është pozitive, nëse ka diçka që nuk shkon, duhet të thënë kjo gjë nuk shkon. Dhe nuk ka arsye pse, domethënë, nuk besoj që çdo gjë ngrihet mbi bazën e një qëndrimi i cili nuk është parimor raport me veten. Po mirë, nëse të pyes, më komento me një fjali ndoshta po themi
punët e mira, bilancin pozitiv të qeverisë socialiste në 3 mandate dhe me një fjali bilancin negativ të. E para unë besoj që janë bashkuar në këtë moment Partia Socialiste pikërisht për mesazheve publike që ka sjellë në raport me gjeneratën e re dhe proceseve integruese të vendit. Dhe unë këtë shikoj shumë pozitive. Pra guximi për të përfaqësuar në parlament me njerëz të ri, ku është një parti e madhe që ka shumë element, ka shumë figura të rëndësishëm, ka shumë persona që marrin pjesë, ka shumë njerëz që japin kontribut ndër vite, është i madh. Dhe mendoj që ka bërë detyrën e vet për të rigjeneruar klasën politike shqiptare dhe për t'i dhënë një energji pozitive, se një qeverisje e ka që përsosur pozitive parlamentit. Kritikat kanë bën me ndoshta me se je ish opozitar edhe duhet të kesh akoma më shumë. Po, unë jam aty pikërisht për të mbrojtur këto qëndrime që thash. Për sa i përket kritikave, patjetër çdo qeveri ka nevojë për të përmirësuar. Ka nevojë për të përmirësuar raport me qytetarët. Nuk mund të themi që është në perfeksion. Duhet angazhim, duhet të mësosh nga gabimet që mund të bërë në shkuar me qëllim që të sjellësh në finale një situatë pozitive. Unë mendoj që Partia Socialiste pikërisht me këtë model rigjenerimi ka mësuar nga e kaluara e saj. Dhe po shkon në stadin e dur. Nuk besoj se ka një gjë perfekte. E kuptoj, patjetër. Ky është mendimi yt, kështu që unë nuk është se pres mendim tjetër sa kohë tani ti bën pjesë në Partinë Socialiste. Ndoshta do të jap një mendim tjetër kur unë mos jam fushatë elektorale. Pra se unë kur të mbaroj fushata, që unë do kem kaluar fushatën elektorale, do kem kaluar gjithë angazhimin tim, atëherë mund të kem dhe një lexim më objektiv të situatës. Kur jam fushat, je fokusuar te fushata, je fokusuar te qytetarët, je fokusuar te mesazhi politik i japësh qytetarëve dhe nuk duhet të fokusosh vëmendjen nga ajo çka ti bën çdo ditë, se s'ke shumë kohë. Falenderoj shumë që të kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit të nderuar miq, të pashoq që rikthehet mërkurën e ardhshme.